Definicioni i Hezbollahut, definicioni i Hezbollahut edhe i Hamasit për Izraelin është ky. Izraeli është tumor, duhet me hek. Apo unë jam të një parimi. Hamas je pra. Hamas. Hezbollah më thaj parës, daj menë, se janë ndryshme ato. Pas mu i më konë me dy organizata internacionale. Dyjat janë të luftuar. Okej, po supozojmë që për hir të korrekcisë, kokë në o zotni. Unë më dhëmë në cilësimet e një tjetër. Vesh po kom që me di që shumë ma pro-amerikanë si unë, aty valide më bërë dhe... Ama, dhe ku a problemi, Varjan? Që shumë ma pro-amerikanë se unë. Dhe që ka që nuk jetë në një mes ka ka fullë. Që i ku mba aeroplanave të natës që më mëzur 99 që më nga përkëptan, e 7 antarë familje që mu pas në që kërë që e ka financu, e ka përkra Amerika, anti-Amerikan. Pse jeti pro-Amerikan me kompë? Se ju me Hezbollah. Ama, adhe ku e kini problem, Varjan? Se si e ka dhe nesh ka u fullë këtë. Se veç vet jetu fullë. Nalu pak. Sigur ju që ja bërë funi tjetëri. Bravo që ashtu. Nalu pak. Na si e na ju. Si e na na. Se cili vete vetë o këtë. Se cili jo vete vetë. Jo bre, po ideja o që Sokanina zvetën që o ka fullë. Sokanina zvetën që e ka fullë. A mësën që lidhët vish me fenë, vish pak. Përdo me të pyet diçka, falë. Për shembull, e përmendi profan hyrjet e misionit luftën e Xhirit, ato të parën, pra, sulmin në Irak. Pra masi e ka sulmu Kuvajtin, apo Iraku, ku tha shqiptarët janë bërë me Sadamin. Pra, ose pastaj pra në kontinuitet. A lidhet veç me fen apo ka diçka tjetër? Për shkak se përmendi Arioni e boni si akuzë fakt, kjo që shpesh thirret në nacionalizëm shqiptar ku të gjykohet për këta, po a mund tjetë një agent tjetër, pra që nuk i përfill interesin e shtetit Kosovës, apo beson që thjesht dhe vetëm bëhet fjalë për drejtën njerëzore, se pse mbështeten këto konflikte edhe pse gjithmonë disa shqiptar, pa jap cilësime tjera, janë kundër Izraelit, kundër Amerikës për çdo gjë që bën në lindjet mesme, ose përgjithësi në çat pjesë të botës. Mund të gaboj, po duket Roosevelt i ka thonë me një moment shumë kritik, nëse duhet të zgjedhë mes paqes dhe drejtësisë, do ta zgjedhë drejtësinë. Porzi tha se Xhiri përse tash është në kontrollin komplet të amerikanëve. Burim, ja ke hugjë, la se tonë kohën është në kontrollin amerikanëve, përpos ushtisës të Hormuzit. Edhe Arabia Saudite, po këta kemë folën, se të Arabia Saudite e aty, Iraki e aty. Për Kinën. A thashe për Kinën, a thashe 50 vete funit, Kina, gombre se i ka nëzirë këtë jashtë. Po ju presës që Kina, që 50 vete funit, ka investu jetë zakonisht shumë, në gjithë tërsik. O, Kina të investu edhe në Amerikë, këtë botën. Po dhe, jo në Amerikë, kada se e ka prej tropi fort mirë, edhe në Kosovë s'ka mujtë me investu, në rajon po, ka plës sede që ka investu. Edhe, këthimi i Trumpit, thash, e ka rikëthy fuqinë Amerikës edhe ka kështin përse në zonë Amerikone. Edhe ti u pajtove me qëto, për tash ose shkryti të kosh, ose për zirë këtë për kodeksit. Për pas në Iran, Kina s'ka pas investime, Amerika e ka pas në kontrol, i ka bazat e veta gjithkun aty. Që e të fuj?